Abdullah, babët që të rëshare s'kemi, veç me shqit shpijen. Ama bab, t'ja do me mështinë, dhej për një mëjme baba, si ke të shkryt, zotë që është këna me ba? Abdullah, shpija është e jemja. Unë e kërë këmë dreshte asë e koni lembile. Mundi jemi, njerëse e jemja. Unë e vendosi për këta. E di, o bab. Po mëse ke vendos mu me mështinë dhej për një muj, ti e di, bab. Ti vendos. Jo, Gjallia, si jemi as të partë, as të mëramtë. Për së të zero prej shpijes, mos të i boj me rak, veç me ty me folë. Do të me gjedi kanë një ashit shpijen. Dali me qira. Pa e dibe sa ka që rrim me qira. Prej kamata, prej lukseve që s'kan dit me jetu. E na prej zorit, go e babë. Mos pa përmen. Jetë të mërzit shumë. Pa leveve që të galeve që janë. Shkojmë të nisi, se a i ka mirenat. Edhe ashtë kojshi, ati i takon me bli shpijen. O ba, po leve këtë punë, Zoti ka dash dhe ka sprovu. Po leve të shumë dhe për të shkoj kjo sprovë. E jo, unë e stune përballoj këta. Hajde mas, hajde, hec. Po isk, pse me vlla me pas problem? Nuk ka e para herbe në që është lejna porosi? As që ti kanë vonu atë nërë, jo me të bëha dhe nejsen ma keq. Po pse me të fiksu, mu ka fiksu? Për çka me të fiksu? A mu s'ka thonë t'i kush diçka jo? A të lemru në telefon, po. E po çka i të e menu atër? Po hik me largë, heke pi mejnë asaj. Hajde se shejtani o të dunu. Po valla. Jo, unë jam që të rëkonë sonde një iftar. Ja, sonde, s'me i valla. E pa hajtë. Hajde që këshire me njerë dhe. Ta shlej, hajtë. O, e nisa, ka bojrën bre? Po, aga që këshire mërë, po qysh jo mërë, hajde bërë, hajde, dini, këshire mërë kështë mërë. Mirë se erdhe, si je, a je mirë, si ka lutë, rahat, do si je, a je mirë, që shkon, bërën, ulli. Pa, mashallah. Din këtë veni, dullu, Hajde. Mashallah, bre. Këshire, kësa mire, pas ka benis, egzofshe bre, ishallah me të mira. O, fanderit, baci nur, krejt, qka shek, krejt me puni kemi po, valla. Valla, po jemi mënu, ja kemi dhe në hakin, qka me po, shti, po mirë, alhamdulillah, mirë të shku. Jo, me shnet, ajni mirë, qysh jeti? Po, mirë, bre, me son mirë. Me pleshni që je punë se i rijeti, i forti. Mirë, po, dollëm pak me dullën, ashtë rendim tokat. Shumë mirë e kini po. Shumë mirë, vallaj s'ma ka marrë menja, po veç se ka qëllu Ramazan, edhe pësu knashëm edhe se paja ushtru një darkë sot se kisha lon, valla. Inshallah vjen rendi edhe darkës. Inshallah, po mëre qish jo, po Venis. Kam dal me punë, bre. Hajde helikoft. Hajde për hajri inshallah. A jam këtë mesën, muj me dalë para t'i shka. Njeri ishte shumë i fort. Përjetojke ato që nuk e androjke. E përjetojke ato që sune paramenojke. E na me dullën jemi në ngusht pak.
Po, inshallah në ka vetë një zëri madh. Mujë në me ju një mua, mujë me ju dalë për para. Enis, e kemi shpijin shqitje. E ty takon se jenë qitë me neve. Aghaxhi, shumë faleminderit që me nu, po s'jam bërën zorën për mu gjanu. Unë jam zorë për kujshi si jo. Se për vatan, elhamdulillah, mirë i kam punë. E di, aga sa që pa. Ti jenë zorë për kojshi, po ne jemi në zorë për pare, besa. O, Aghaxhi bre, a qatë shumë zorë jeni që edhe shpijin e pas ki qitë me shita? Po, Enis. Në ka sprovu Zoti me smundje. Tal e jetoj me qira ma mirë, e një smund të shëroj, e një jetë të pështoj. Sa jam gjallë, ke du me bo vetë. O, Aghaxhi po, s'kom një bonët për të smund ka jo? Vallaj pa s'kom një. Më fani besën të edhe jem korita, ma s'di beson. Enis, dule ka një fëmi, Zotin e ka sprovue. E për qatë pun jemi dalen, na duen 40.000 euro. Me qu jashtë shtetit. Edhe pse drejtën të tham, dula kur qysh nuk u pajtojke. Po, vete kom bo, dhe vete shes shpijën. Ti shpijen me shit jo. Shpijen me shit ti jo, po... A shumë urgjent është bash, a ka naj kohë që mojna me caktu për më organizuna... A ka naj afat? Se nuk është edhe shumë e vogël. Afat kallëzon ti mund se ka. Po. Edhe 25 dit. Do të më konë fëmija në Turki. Pas ka kohë, Aghaxhi, po... Punën e shpijës ti shti lejë krejtonësh. Punën e pareve, sot s'moj me t'i dhonën e parët, se nuk i kam. Nuk i kam asë në shpe. A kam në punë, kam. Elhamdulillah dhe ma shumë kam. Do me thonë sot s'në t'jap parët, ama sotën e t'jap urdhnin, ti me shku mi da biletat për mu nisë Turki. Ti pas ka 25 dit afat. Për 5 dit, parët i kitë kompletume dhe ti ki mu nisë kush deni, kush e kini vendosë me shku. A u kuptum? Enis, goje basin. Nuk janë pak ato pare. Se ato pare ti ki fitu me mundi. E me na i dhonë, jo. Shpia atë konvenon me ble. Edhe njëherë ma përmene shpijen Baci Aghaxhi na që të idhnome. Mo bre bacit. Veç edhe njëherë përmene shpijen, na që të i prish mi punët. Ngojës. Ti me këto 40.000 euro e pështon një jetë fëmijës. Po e gëzon edhe një familje. Bile e gëzon edhe një zemrën e babës edhe një nanës. Dhe mas shumë ti e gëzove Allah. Për këto të mirat që ti ka dhënë, nuk e menove as 2 herë. Për mena 5 minutave mena e bo qara. He bredu, parët vinë bredu, ason e si kom pas. Ti sot nuk i ki.
nesër ti bosh më i pasur sot. Ku i dihet jetës? A këtë fëmijë që mund na, kur s'mëna me këti? Para më nëjtin, kena me dalë kretë para Allah. Edhe më marrën pyetjen edhe me thonë, ti e nis, i pate kushtet për me kështu një jetë fëmije, i pate rrenet, i pate mundësit, edhe nuk ju përgjigje haxhijës edhe duhës për me kështu, jo du. Pasuria vjen e shkon. Nuk është e jemi kjo pasuri. Unë e veç një rëktar jam. A i nartë ma ka caktu më këtë rësk, që me pas. Zotë që më leftë. Allah i shpërbleft. Amin, amin. Po, ju shtë i dëni më gëzu. Sprovat janë tramba. Edhe kjo është një gëzim që u bani qarë, një zgjidhje. Ju shkoni fleni rahat, informoni edhe familjen, si ja keni bo qarën, edhe dhe me thonë për 4 ditë, mas shumë të 5, i keni sigurume. Fënde. Mana tonë, Allah e ndihmoft inshallah. Amin. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimet dhe lavdrimet qofshin për Allahun krijuesin e gjithësisë. Salavatet, selamat dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta qofshin mbi më të dashurin e njerëzimit Muhammed Mustafan, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tema e cila është përzgjedhur të flitet sot është zorja apo vështirësia në jetën e besimtarit. Temë kjo e cila është bazuar në episodin që pa më herët. Njeriu, si qenie e cila është krijuar dhe e dalluar nga krijesat e tjera, është e prirë të ballafaqohet me situata të mira dhe të këndshme, njëherët të ballafaqohet dhe me situata të vështira apo të rënda në jetën e tij. Thot Allahu Gjalleshanuhu në një ajet të Kuranit, konkretisht në ajetin 155 të surës Al-Bekare, sigurisht ne dy të sprovojmë juve me mërzi dhe uri, me humbjen e pasurisë dhe të dashurve, prandaj përgëzoj të duruarit. Me këtë ajet kuranor, Allahu fuqiplot na bën të ditur se njeriu mund të sprovohet me situata të ndryshme dhe mund të gjendet në vështirësi të ndryshme gjatë jetës së tij. Mirëpo, më i miri është ai i cili tregohet i durueshëm dhe mund të kalojë këtë me durim dhe me qetësi. Prandaj, besimtari i vërtet, me krahas sfidave të cilat e godasin atë, qoftë ajo varfëri, humbje të dashurve, humbje e pasurisë apo krizat të tjera, asnjëherë nuk duhet të bazohet në madhështinë e atij problemi në të cilën gjendet dhe të bëjë pyetje, për shembull, ku është Allahu ose pse mua më ka ndodhur kjo fatkeqësi, sepse të gjitha këto vetëm se do të dobësojnë lidhjen e besimit të tij drejt Allahut Gjalleshanuhu. Njëherët mund të shkaktojnë dhe problemet e tjera shëndetësore si depresion, stres apo gjëra të tjera. Besimtari i vërtet duhet të besoj që çdo gjë që ndodh vetëm me caktimin e Allahut fuqiplot. Edhe sprovat e cilat na godasin vetëm me lejen e Allahut Gjalleshanuhu. Allahu është ai i cili ka caktuar një sprovë ose një situatë e vështirë, është ai edhe i cili na nxjerr nga ajo situatë e vështirë me lejen e tij. Mirëpo, mbështetja më e mirë për një besimtar është mbështetja tek Allahu Gjalleshanuhu.
Dhe këtë, Allahu xhaleshanuhu na ka treguar me ajet të Kuranit. Thot Zoti me një ajet: ai i cili friksohet Allahut, Allahu do të gjejë rrugdalje nga çdo vështirësi, do ta furnizoj nga nuk e pret. Dhe Allahu është mbështetësi dhe mbrojtësi i tij më i mirë. Mirë po, jo vetëm këto dy ajete, ka dhe ajete tjera kuranore të cilat tregojnë se vërtet mbështetja në Allahun fuqiplot na mundson që të kalojmë më lehtë problemet në të cilat jemi, apo ato sfidat të cilat na kanë kapluar. Thot Allahu xhaleshanuhu në një ajet: "Fe inne ma'al usri yusra." Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vërtet Allahu xhaleshanuhu provat të cilat na jep, vështirësitë të cilat na jep, me lejen e Zotit, nëse besojmë sinqerisht tek Allahu, nëse shpresojmë se Allahu do të na nxjerrë nga kjo gjendje në të cilën jemi, me lejen e Allahut do të dalemi. Ndërsa njerëzit të cilët më së tepërmi janë sprovuar në këtë botë, janë më të dashurit e Allahu xhaleshanuhu, janë pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu, të gjithë pejgamberët, sidomos pejgamberi i fundit Muhamedi alayhis salam, i cili ka pasur vështirësi të shumta gjatë jetës së tij. Është rritur si jetim, ka humbur prindërit e tij, ka humbur të dashurit e tij, fëmijët, është rritur në varfëri. Pastaj është ofenduar, etiketuar, refuzuar nga familjarët, nga të afërmit e tij. Mirë po, besimi i palëkundur në Allahun xhaleshanuhu ka bërë që ai të triumfojë karshi jo besimtarëve. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, jo vetëm ajetet kuranore, po dhe hadithet profetike flasin në lidhje me vështirësitë. Në një hadith, pejgamberi alayhis salam thot: njeriu do të sprovohet vazhdimisht derisa të ai të ecë mbi tokë dhe derisa nuk i shlyhen të gjitha mëkatet. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, njeriu duhet të gjejë mbështetje të plotë tek Allahu fuqiplot, të besoj Allahun fuqiplot, me besim të plot dhe me sinqeritet të plot tek Zoti. Besimtari i vërtet, krahas gjendjeve të vështira në të cilën gjendet, duhet të mbështetet në dy gjëra. E para, mbështetja në Allahun fuqiplot, ku nuk do të ketë mbështetje më të mirë, dhe e dyta është mbështetja tek të afërmit, tek familjarët tanë, krahas sfidave të cilat na godasin gjatë jetës tonë. Prandaj lidhjet farefisnore e bëjnë më të lehtë dhimbjen apo sfidat të cilat i kalojmë. Prandaj besimtarë të vërtet, besimtarë të sinqert, janë ata të cilët i lutën Allahut fuqiplot krahas vështirësive dhe sfidave të cilat ata kalojnë. Dhe lutja më e mirë që ata mund të bëjnë është duke lartësuar Allahun fuqiplot dhe duke lutur atij për të kaluar sa më lehtë to sprova. Lutim Allahun fuqiplot që sfidat ose sprovat të cilat na godasin të mundohemi t'i kalojmë sa më lehtë me sabër, me durim dhe me përkushtim ndaj Allahut fuqiplot. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.